Ndarja nga biznesmeni pas 17 vitesh së bashku, Jonida Maliqi zbulon arsyen. Këngëtarja e njohur Jonida Maliqi ka rrëfyer për divorcin e saj me biznesmenin Gent Prizreni pas 17 vitesh së bashku, me të cilin ka djalin, Dan. Ajo ka treguar se u njoh me bashkëshortin e saj në një moshë të vogël, kur ishte vetëm 17 vjeçe dhe sipas artistes, kjo është një nga arsyet që çoi drejt ndarjes. Maliqi theksoi se më mirë të divorcohesh dhe të jesh e lumtur, se sa të jetosh në pasiguri e konflikte. Dani më ka ndryshuar jetën, është 13 vjeç. Unë fle me Danin, kaloj me të pjesën e madhe të kohës. Ajo çka është më e rëndësishme është t'i japësh dashuri dhe siguri. Divorci është pjesë e jetës. Ka qenë e vështirë, jam lidhur në moshë fare të re, isha 17 vjeçe dhe kam kaluar 17 vite me babain e Danin. Kur njihesh në moshë të vogël njerëzit fillojnë dhe mendojnë ndryshe, reagojnë ndryshe dhe si e më personi që ke qenë dikur. Sidomos ne nënave na ndodh një lloj metamorfoze, fillojmë mendojmë me tjetër këndvështrim, prioritet është fëmia. Më mirë të jesh në një familje të vogël, por të jesh i lumtur brenda 4 mureve të shtëpisë, sesa të kesh pasiguri, konflikte dhe të mos jesh në paqe me veten. Divorci s'është fundi i botës. Unë dua më së shumti veten time, dhe kur e dua veten time respektoj çdo që do të jetë në rrugëtimin tim. Dy prindër duhet të jenë pranë njëri tjetrit në të mirë e në të keqe. Nëse nuk e ndjen përshtatjen, ikën dhe rrugëton vetëm. Rrëfeu këngëtarja.